nëse jashtë shtëpis je i qetë, ndërsa sa po hyn në shtëpi, ndjehesh i ngushtuar në gjoks, i zemruar, fillon të zihesh me familjen tënde, atëherë dije se shtëpia yte ose është e pushtuar nga shejtanët, ose je i goditur me magji. Të këshilloj kur të hish në shtëpi, ta thuash lutjen që na e mësoi Muhamedi alayhi salam: Bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Me emrin e Allahut hym dhe me emrin e Allahut dalim, dhe vetëm Allahut Zotit ton i mbështetemi. Nëse i thua këto fjalë kur hyn në shtëpi, dhe nëse thua Bismillah kur fillon ngrënien e ushqimit, atëherë shejtani u thot shejtanëve të tjerë: sot për ju s'ka vend për fjetje e as për ushqim. Gjithashtu të këshilloj që në shtëpi ta lexosh surën El-Beqara, nga se ka thënë Muhamedi alayhi salam: vërtet shejtani ik dhe largohet nga shtëpia në të cilën lexohet suraja El-Beqara. Zoti ju dhash gëzim dhe harmoni në familjet e juaja.